Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Shkoj me pronarin e shtëpisë që mos të paguaj qiran. Unë quhem Ambra, 26 vjeçe, dhe për një vit të tërë jetova në një apartament ku muret mbanin erën e lagështisë dhe frikës, jo erën e bojës së re. Aty mësova diçka që nuk do ta harroj kurrë. Varfëria është një kafshë që të kafshon në heshtje, edhe kur je më e zbuluar, dikush vjen dhe të kërkon të paguash borxhet me diçka shumë më të shtrenjtë se paraja. E fillova gjithçka me shpresë. Kur erdha në Tiranë, punoja në një call center me rrogë të ulët. Qiraja ishte gjysma e pagesës, por mendoja se doja dilja. Në fillim gjithçka dukej normale. Pronari, Ariani, ishte i sjellshëm, i qeshur, fliste aq ëmbël sa dukej njëri i mirë. Dhe unë besova në buzëqeshjen e tij. Muaji i parë shkoi shumë mirë. Tek muaji i dytë filloi ferri. Në punë më ulën orët dhe më ulën rrjedhimisht parat. Mbeta prap me hallin e pagesës së qiras. Kur i thash Arianit, ai nuk u bezdis. Përkundrazi më tha: "Mos u shqetëso Ambra, do të gjejmë ndonjë mënyrë." Nuk ma vazhdoi më shumë, por mënyrën ma la që ta nënkuptoja. Pastaj nisi sjellja e çuditshme. Filloi të më shkruante vonë në mbrëmje: "Je në shtëpi? Si je veshur? Po fle?" Mendova në fillim se po bënte shaka, por shakat u kthye në trokitje të papritura. Erdha të kontrolloj kaldajen. Ndërkohë unë s'kisha kërkuar asgjë dhe kaldaja punonte perfekt. Pastaj filloi presioni. Qiraja shtoi si mal. Të nesërmen që mora rrogën duhet të paguaja dhe dritat dhe ujin dhe ilaçet e mamit. Në fund më mbetën vetëm 15.000 lekë në xhep. E dija që me 15.000 lekë nuk blija dot asnjë gjë. I shkruaj Arianit, do paguaj vetëm gjysmën këtë muaj. Ai mu përgjigj: "Nuk ka problem, por mendo dhe mënyrat e tjera, sepse unë kam qenë shumë i mirë me ty." Lexova mesazhin 10 herë, u bëra e ftohtë sigur, durova, por brenda meje diçka u thye. Natën më të keqe ai futi Chelsea në derën time. Nuk e kisha ditur kurrë se sa zhurmë bën Chelsea në derë derisa e dëgjova atë natë. Isha ulur në dysheme duke u munduar të llogarisja si do paguaja qiran. Telefon, banka bosh, lista e gjërave të jetës që më mungonin pafund. Kur dera u hap, ngriva si statuj. Ariani hyri brenda ngadalë, sikur ishte shtëpia e tij dhe teknikisht ishte. "Nuk dua t'ju shtrëngoj, Ambra, por të dy e dim që më detyrohesh." Shikimi i tij më mbante të gozhduar. Ai e dinte që nuk kisha para, e dinte që nuk kisha ku të shkoja dhe e dinte se sa e vetmuar isha. Pikërisht atë natë më shtyu drejt qoshes së jetës time. Por unë nuk pranova. U çova në këmbë, mora telefonin dhe i thash: "Nëse nuk largohesh tani, do marr policin." Ai u çorodit, nuk e priste. E kisha parë që ishte mësuar të merrte atë që donte. Buzëqeshja e tij zhdukej ngadalë. U largua duke më thënë: "Nuk do qesh askënd më të mirë se unë." Më bë stomaku nyje, e dija që hakmarrja do të fillonte. Një javë më vonë më nxori për jashta, më dërgoi mesazhin: "Ke 3 ditë kohë të largohesh, mos më detyro të vi vetë." Më preu këmbët, s'kisha as lek për makinë, as familja nuk mund të më mbështeste. Shkova në punë e zbardhur nga stresi. Kolegja më pa dhe më tha: "Hajde ri tek unë një kohë." Dhe për herë të parë pas shumë kohësh ndjeva se nuk isha vetëm. U largova nga apartamenti me 2 valixhe të vjetra. Kur dola nga shkallët, drita e ditës mu duk si shpëtim. Mbylla derën pa kthyer kokën pas, po e lija pas jo vetëm shtëpinë, por edhe frikën, poshtërimin dhe presionin. Sot e them me plot gojën që jam më fort. Nuk kam qira të prapambetur, jetoj në një vend të thjesht por të timin. Kam një punë më të mirë dhe mbi të gjitha kam mësuar diçka themelore. Kur je vulnerabël, disa njerëz vijnë për të ndihmuar, të tjerë vijnë për të glabëruar. Unë sot dita dalloj këtë gjë, dhe kjo është pasuria ime më e madhe.